Limi dhe Alba ndodhen duke kaluar një moment intimiteti dhe afërsie. Ata përqafohen dhe buzëqeshin duke treguar afeksion dhe lumturi dhe duket se gjithçka po shkon mirë për ta. Por ky moment nuk zgjat pa turbulenca. Dolçja, e cila ka qenë gjithmonë e ndjeshme ndaj afrimeve të Limit me të tjerët dhe ka ndjenja për të, nuk mund ta përballojë dot këtë skenë. Ajo i shet të dy duke u përqafuar dhe ndjenja e xhelozisë dhe mllëfit e pushton menjëherë. Çdo shikim, çdo buzëqeshje dhe çdo prekje i duket Dolçes si një tradhti e hapur, dhe kjo e bën të reagojë pa u menduar dy herë. Ajo vendos të ndërhyjë dhe shkon drejt tyre me një ton të ashpër. Çdo hap i saj është i tensionuar dhe fytyra e saj tregon qartë zemërim dhe mllëf. Kur afrohet pranë, ajo ndërpret momentin e Limi dhe Albas, duke thënë me zë të lartë dhe të prerë, Limit, ik nga Alba. Fjalët bien si rrufe në dhomë dhe të gjithë banorët e ndjejnë tensionin që krijohet menjëherë. Alba ngrihet e habitur dhe e shet Dolçen duke ndërprer momentin. Ajo nuk mund të besojë se Dolçja po e ndërpret në këtë mënyrë dhe fytyra e saj shfaq surprizë dhe nervozizëm. Limi përpiqet të qetësojë situatën, por Dolçja është e vendosur dhe nuk pranon të largohet ose të heshtë. Ajo shpreh qartë se nuk mund të shohë Limi duke u përqafuar me Alben dhe se nuk do ta tolerojë më këtë afrim. Debati fillon menjëherë. Dolçja thotë se është e papranueshme që Limi të jetë kaq afër Albas dhe se ajo nuk mund të qëndrojë pa reaguar. Emocionet e saj janë të forta dhe secila fjalë e saj është e ngarkuar me xhelozi dhe mllëf. Ajo përsërit disa herë që Limi duhet të largohet dhe të mos e shohë më Alben, duke bërë situatën të ndjehet gjithnjë e më e tensionuar. Alba ndjen se po sulmohet dhe nuk mund të qëndrojë në heshtje. Ajo përpiqet të flasë dhe të shpjegojë situatën, duke thënë se momenti ishte thjesht miqësor dhe se nuk kishte asgjë të keqe, por Dolçja nuk dëgjon. Tensioni mes tyre rritet me çdo minutë që kalon, duke bërë që gjithë dhomat ndihet e mbushur me nerva dhe emocione të forta. Limi ndjehet gjithashtu i çuditur dhe i tensionuar. Ai përpiqet të qetësojë Dolçen dhe të shpjegojë se nuk ka qëllim të lëndojë askënd, por Dolçja nuk e pranon asnjë shpjegim. Ajo vazhdon të insistojë dhe e bën të qartë se nuk do të largohet derisa Limi të mos jetë më pranë Albas. Banorët e tjerë i ndjekin ngjarjet me vëmendje, disa me shqetësim, disa me kuriozitet dhe të gjithë ndjejnë rëndësinë e momentit. Çdo fjalë, çdo shikim dhe çdo tension emocional shton dramatizmin e situatës dhe e bën debatin të zgjas për disa minuta. Në fund, ky moment shënon një përplasje të madhe emocionale. Dolçja ka shpërthyer nga xhelozia, Limi përpiqet të qetësojë situatën dhe Alba ndjehet e sulmuar dhe e ofenduar. Të tre personazhet mbeten të tensionuar, duke krijuar një pikë kthese në dinamikën e shtëpisë dhe duke mbajtur shikuesit të angazhuar për më shumë se 5 minuta me emocione, debate dhe tension të vazhdueshëm.